بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين إلهي بأعلى أسمائك وبدم شهدائك انصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين جماعة درشم hamdi dhe faliminderimi I takon madhrisë Allahit dhul Gjelal. Salavatet qoshin për të dashurin e Allahit Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallamin. Vashë Allah I dhul Gjelal që ibadetin të si në bojmë Allah inshallah kabul në I banë. Vashë Zoti që gjithë kujt mundin në këtë mujtë të shenjt, Allah inshallah nuk ja qënë poshtë ja Rabbel Alamin. Që të narujë nga zulumi I zulumqarve, vashë Zotit në mbrojë nga fitnja atyre të cilët të bojnë fitnë ja Rabbel Alamin. Vashë Allah I dhulgjal që sikur që jemi trësh dhe zbashku këto, vashë Allah edhe në atë dunja të jemi trësh në gjennetin e Allah I dhulgjal. Vashë madhënëria Allah I dhulgjal që të jetojmë në sunnetin e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Të jetojmë të punojmë me sunnetin e Muhammed Mustafa dhe vashë Zoti që ku të nadale shpirtin nga kjo dunja të japim shpirtin duke thanën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Gjematin dërshëm, sot e kemi temën e lajmërum në temën sot edhe nesër, sot është vdekja Muhammed Mustafa dhe nesër përçamja apo fitnja e cila filloi mas vdekjes së Muhammed Mustafa dhe deri ditën e sotit ne ku jemi. Tema e një burrit I cili burr ishte edhe burr familjar, edhe burr I cili mjelli dashnin, burr I cili mjelli muhabet, burr I cili ishte edhe komandant I ushtrisë, burr I cili ishte edhe imam I një xhamie e cila ishte xhamia emnin zatë me krasja xhami sot e kësaj dite, xhamia e Resulullahit ishte imam në atë vend. Një burr I cili ishte kryetar shteti dhe një burr I cili të gjitha I mbulon këta, burr I cili Allah I e zgjedhi në mes milionave, qindra, njerëzve dhe shpirtave të cilët ishin në botën e shpirtave, Allah I e zgjedhi Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallamin të ja japë shpalljen, njerin më të mirë, njerin më të dashur dhe njerin më afër Allahit Dhul Jalal, më afër xhennetit ishte Muhammed Mustafa
sallallahu ta'ala alaihi wa sallami. Këtë burë, gjithmonë ne kur e përmendmi, qojmë salavate dhe thojmë Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dit pas dite, moment pas momenti kalojnë zbritje ajeteve kuranore, prej fillimit kur zbriti ajeti i par Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, dhe kur fillon ajetet e fundit të zbritin, kur fillon zbritjet e fundit të Gjibrilit në këtë dunjan tokë, kur filloi Resulullah të ndije erën se vetëm afrohet afër e gjelit, vetëm afrohet fundi i kësaj jete të Muhammed Mustafas, dhe me këtë ndonje e fillojnë dhe inshallah nuk harrojmë të mbarojmë me të njëjtën ndonje. Ndonja e pare cila jap shenja se Muhammed Mustafaja do të dalë nga kjo dunja ishte kur Muadh ibn Gjebeli ishte një ambasador i shtetit islam, ishte një ambasador i kryetarit të shtetit, a i cili e dha në shkrimin Muhammed Mustafaja që i Muadh ibn Gjebeli prej Medine të shkojnë në Yemen dhe atje të jetë ambasador i shtetit dhe të vdire në fejnë e Allahit dhul Gjelal. Ditën kur nisët dhe fillon rrugën të marrë Muadh ibn Gjebeli, përshëndetet me familjen e vetë, përshëndetet me shokët e vetë, dhe shkon të Muhammed Mustafaja, të xhamia Resulullahit, të soba e të dashurit të Allahit dhul Gjelal, dhe i thot, ja Resulullah, unë sot po hiki, unë sot po dal prej Medine, për në Yemen jam të shku, tha rruga mbar, rruga hajrit o Muadh, tha nga dalë those, po dalë të të përcjeli, tha ja Resulullah, mos u mundo, tha jo more burë, si mos me u mundu, tha ti jetu shku një ambasador, jetu shku, jetu thirë njërzit në fejnë e Allahit, dhe unë jam të të shuti, me emër prej meje jetu shku një men, si mos me të përcjel, dulë Resulullah, i tha Muadh ibn Gjebeli me në përcjel, i thash ja Resulullah, hip ndeve të i sa të asësh të hip ndevu në esin kom, jo tha ja Muadh, po kam qep me e katë për kërpeshi devën tone edhe të i hip ndeve. Tha ja Resulullah, nuk është mirë kështon, s'mujën e ta baj kështon, po tha ke me bajt ja Muadh, hip ndeve të i, se ti je misafir të shkur, e unë ngeli kështon, tha të hipa tha ndeve, edhe tha për kërpeshi pe e ban devën, pe i nërën Muhammed Mustafaja devën, dhe po thot o Muadh, një men kur qkojsh, po mi tregon selamët, po mi tregon ligjet e shtetit islam, po mi tregon ligjet e Allahit, normat ajetës kuranore, po mi tregon hadise, dhe po mëson shka me bëha qe, dhe deri në fund Medinës, po më përcjel, ja Resulullah, u love, jo ja Muadh, jo, rejti nga dalë pushoti, ndeve se nuk love du me përcjel, në fund tha Muadhi, kur më rrinën qështë Medinës atje, më tha o Muadh, kur të të këthesh, ndoshta s'kime më gjithë gjallë. O Muadh, kje me ardhën të xhamia jeme, ati lorrin ka me pasën, o Muadh ibn Gjebel. Tha nisa me ka, ja Resulullah, pse mi dhuk të fjallë, o Muadh, ti je të shku një men, po e ndi erën se mu ka afru e gjeni. Erë jam të marë, ja Muadh, se kam gatu në shumë. O Muadh, puno pun të mira, namazin fale, Ramazanin agjërove dhe haqin bane në qovë se ke mundësi. O Muadh, në qovë se mundësh kur kuj për i muslimanve mos i ban keq. Në qovë se mundësh as kem mos e ofendo o Muadh. I thash ja Resulullah, bi abi wa ummi anta ja habibi. O Resulullah, ti kemi në vend babës e në vend nanës, mos u mërzit, mos mi thuj të vjallë shto, se zdi si qkoj. Tha ja Muadh,
po ta thon të drejtën, realitetin, fa edhe shkova une, u këthi Muhammed Mustafaja në xhamin alat, dhe ati, mës këti momenti, që nditi erën Muhammed Mustafaja, dhe i tha Muadhit, asë kush nuk e diti këtë lajmë, që ja tha Muadhit, Muhammed Mustafaja, filloj rrugën për në Yemen Muadhit, Rasulullah i kthejnë në xhami, kur kthejnë në xhami, Allah i aqoj Gjibrilin dhe i tha, o Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, o Rasul Allah i ajnja jetë po të qonë dhe po thot, el jome akmeltu lekum dinekum wa atmemtu alejkum ni'meti wa radejtu lekum l'islam dina. O Rasul Allah, o i dashur e Allahit, ajeti i cili ajeti i fundit, i cili zbriti Muhammed Mustafas, Allah i përmes Gjibrilit i tha, ja Rasul Allah, sot zbriti ki ajet prej ajeteve të fundit, sot du kompletu ma feja, dini Allah i du kompletu, dhe Allah i ashtë razi në fen islame, u kompletu kjo fe, Muhammed Mustafaja i tha Bilalit, thirri një ezan, o Bilal, e thirri Bilali ezanin, levën shok të rat, dhe hipi në mimber Muhammed Mustafaja, dhe ju tha shok të rat, këtë shok të levën, kër e ndëgjojnë ezanin e Bilalit, këtë levën, qka ka dhe qka të një tre, ose ka zbrit dhe një ajet prej ajeteve kuranore, këtë levën për ndëgjojnë, hipi Rasulullah në mimber dhe tha, o shok të mi, o dashmit e mi, o shokët e mi, o ju të cilët ndihmuan, o ju të cilët më dhatë mira, o me dineli, mbritët me të mira, e datë tasunian me neve. Në zbriti një ajet sot, edhe përmindi ajetin e lion dhe ekmeltu lekum dinekum, sot du kompletu kjo fe, Kurani u kompletu më komplet, të fol Muhammed Mustafaja, Allah se pat kryen, Allah fjallën e ti se kriti, para se me thonë, alhamdulillahi rabbil alamin, e Ba Bekri, radiallahu ta'ala anhu, dull prej gjamije dhe krijen të poshtë. Këta krit, nëzim, alhamdulillah që u kompletu kjo fe, ki Kuran u kompletu, shikir, alhamdulillah, këtë me zveti të mon ngrik, e Ba Bekri dull prej gjamije të kajtën, dhe shkoj një shpej, në dhomën e vetë, filloj të kaje, mirë po, së nduroj ma shumë, filloj t'i dale zani. Kur filloj t'i dale zani për i shpijes e Ba Bekrit, e ndin disa jashtë se po kam e Ba Bekrit, dhe thanë, shka kamore e Bu Bekri, Rasulullah i najboni me dije se ta u kompletu Kurani, pse në t'u kajtën, më s'ka dishka i ran derës, Esselamu alejke ja e Ba Bekr, paqa dhe mëshira qoftë biti, o shoki Muhammed Mustafas, për e njim zanin tanë të kajtën, vajin për e ndëgjojnë nga kjo shpi, nga babgjishi Muhammed Mustafas, shoku i dashur, për i mëtë ngushtëve të Rasulullah, se po kanë, o Ba Bekr, shakije, ta e ndëgjut ajetin Kuranor, shok për mledhën se ju thonë, ato kajtë e Ba Bekri dishka, mledhën shok, ta ne ndëgjut ajetin Kuranor, krejt, po thënë, po, shqiru kompletu, tha po, me këtë ajet që u kompletu feja, une kuptoja dishka qëtër, ma që u kompletu feja, u kompletu Kurani, i pash do shenja, shka nuk mërën mirë, e pash të Rasulullah edhe shumë pas ditë dhe gjithë mesin tonë dhe i pas ka ardhë fundi ma. Hasani dhe Husejni për e shumë se do t'jesin jetima, për e shumë se Fatimja do t'ngele padat, për e shumë se gratë e Muhammed Mustafas do t'jesin pabor pa Rasulullah alaihi salatu wa salam, për e shumë se gjamia dhe mirabi i jonë, mirabi gjamis tonë, do t'jese pa imamin e gjithë për nga mberve të Allah, dhe ati filloj vaji dhe kajt një e shokve të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Filloj vaji, po i thonë dikush sa ja Rasulullah në shpijen e Ba Bekrit,
radiallahu ta'ala anhu, po ndëgjojmë, ja Resul Allah, se po del një za e kajtne, një vaj po del, ja Resul Allah. Resul Allah, kur ndëgjoj ashto, thojnë rivajetet shokët e vetë, thojnë, me njerë ju ndru qerja Muhammed Mustafa, se e kuptoj, se qka është puna se kajnë, kur shkojnë e dera e Babekrit, po kajnë këtë shokët ishin ullë, asë njëmi me qëtërin nuk folke, këtë të kajtën, hini Muhammed Mustafaja, kur e panë Resulullah, se hini, këtë po mundohen t'i fshin lotës, u qunë kam bujrum, ja Resulullah, thanë dëgjova vaj, dëgjova t'kajtme, shakini be burra, i thanë, Hazreti Alija tha, ja Resulullah, e Babekrin a bani merak, o Muhammed, o i dashur e Allah, Ebu Bekri, na tha se me këtë me zbriqen e qëti ajeti, Kur'anor, ka ardhën e me në pa afrot fundi i jetës tande, tha pasa e ka vërtetu, tha sagullon e ka godit e Ba Bekri, radiallahu ta'ala anhu, pa afrohen vetëm ditët e fundit mija. Ta gëllët e një dit, mas zbriqës këti ajeti, ka jetu Muhammed Mustafaja, 12 dit të fundit, 12 dit para se me vdekën, dhimtat më dhoja të kryes ka pat Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallami. 12 dit ka pat dhimtat kryes të fata, deri sa ju fejke shokëve vetë edhe Aishës, datën kur usmu, gratë qera të cilët ishin, ju tha Muhammed Mustafaja, të kush janë thante, e kuptuna ta se, po do të shpija e Hatijës, më vali të shpija e Aishës, po do të gjamia, të dhoma ke e konë gjamia, si me dhejtën, smujën me e kapësia ti, i thanë, ja Resulallah, po kuptojnë dhe po shokmi se, po do të shpija e Aishës me nejt, e ulli kokën e lëvizi, tha, aty po do, në shpijën e Aishës, 12 dit të fundit jetoj aty, ata dhimtët e vëllojat kryës që i kiste, dhe i tha shokët atë e Aishës, pishtat bunarave, më lëdh një uj, edhe me atë uj lama një kryën, se dhimtat më dhoja, temperature e madhe, Aisha radiallahu ta'ala anha, pojke, e laksha pashavrën, e laksha një rake, një singer, apo një këmishe laksha, dhe e nëjsha në balin e Muhammed Mustafa, për shumë shkurt kohë u tarke, e nëjsha në ujnë në gënë, në atë ujnë që në e bani emër në emledh Muhammed Mustafaja, për pas kohë u tarke ajë. U terke ajo këmisha që e nëjsha në balin e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallamit, por derisa në ta 12 dëmetës, 12 ditët e smujës Muhammed Mustafa, një mestre i madhe, fa Aisha radiallahu ta'ala anha, erkoha e jasis, thirri e zani, kur thirri e zani, i falen sinatës Muhammed Mustafaja, shumë po qërët me u falen, po i thot Aishës, ja Aishë, e falen natë, a falen namazin, po i thot Aisha, ja Resulallah, janë të sprit ti, që të falen, Bilali po i bederës, ja Resulallah, u ka thirë rezani, ja Resulallah, i falen sinatës, jemi të të pritën ti të bëj kamet, ja Resulallah. Aisha dhe Fatimja i thejke Bilalit, o Bilal, baba i smut për mundës, kër e pa Resulullah se për e thirin gjavi, me ju dal imam, i tha Aishës, bane pakuj, të shpërlana pak, në ston ka përten këtë gjëtësia edhe të dal, u qur, u shpërlat i fugi uj në trupin e vetë, e pasja pak ma mirë, tu bërë me uqu, fa Aisha, urzu Resulullahi, urzu prej dhimtës madhe pa pushtri, fa ja Aisha dhe ja Fatime, shumë po dal me u falen, thuja e Bilalit e Babekrit e që u falen namazin. I thanë, o Bilal, Resulullahi po thët le dale e Babekrit që u falen namazin i atis, mas 12 u bo mas 12 natës, namazin i atis e priqin Resulullahi, Bilali, kërë mërë vashësete, namaz parë, me u lidhën mirabin e Muhammed Mustafa,
pa Resulullah. Bilali i kapi flok, tha Allah afru, shka ka ja Bilal? Apo dhe Resulullah i mëna i falë? Tha ja nisi me kajt, tha Resulullah, lepdale e babekrijet, letja u fale, jatin se nuk po mundë. Ka zërë malë, ka smoje dhe dhintat mëlloja. Aisha po thot, ashtë e këput dhinta e kryes, dhintat mëlloja kryes, edhe në gjatësi temperaturë mëre, dule babekri, kur dul në mirat, me komën e gjatë, filloj kaje dhe për lajtën të dryme, a delve tha, a unë ka me dalë në vendin e Resulullah, në vendin e imamit të gjithë të ingamberve, sa tha Allahu Ekber, filloj kajaj, edhe këtë gjemati, shorë se Muhammed Mustafash, fillun me kajtën. Resulullah i tha Aisha, tha ja Aisha, shka është kizan, pse kajnë, shka kanë ja Resulullah, pa alet e kanë këta, alet e kanë me u falen, me u lidh namaz, patia, kur to ja Resulullah, 13 vjetë në Mekke, edhe 10 vjetë në Medine, këta pati kërkun s'kan shku, që 10 vjetë në Medine, ja Resulullah, nuk u kanë lidh mas kërkujt, jashta se mas ti, që 10 vjetë në Medine, Bilal Habishia, kujt e zonë si ka thirë, dhe kujt ka bërë si ka bërë, jashta se ti, ja Resulullah, nuk e kanë letë, tha ja Aisha, tha nga dalë, thuj tha Abdurrahmanit, edhe Hazreti Aliës, thuj, le të vinë të marim disi, të majnë dalun atje, dalë në gjami, se kje e kajtë nuk dërot e halën namazin, të kajtë në këtë në gjami. Dëllë Resulullah të majtë njani, në gjatë njani në majtë Abdurrahmani dhe Alia, radiallahu ta'ala anhuma, të majtën hipi në mimbar Muhammed Mustafaja, tha, o shokë të mi, o shokë të mi, o ummeti jam, vetëm koha e jeme afrohat, usikum bi taqwallahi azza wa jall. O shoktemi, ju porositi të frigëni, të keni frikë për Allahit, të keni frikë Allahit dhul gjall. Ju porositi, mas vdekjes time, të jeni trusë dhe mos të përqani, mos të shpërndani, armiku do të mundohet ju more erë në qatë, mos i jip një shansa asnjëherë, jeni trusë, mbahuni, kapuni për Kur'anin, kapuni për Kur'anin dhe hadithet e Muhammedit alayhi salatu wa salamit dhe vazhdoj Muhammed Mustafaja prapu këti në dhomën e vetë, ati ku hetke, ati ku loke, dhe i tha Aishës, tha ja Aishë, po e ndi dhimtën e asaj jahudikës e cila në atë kingjit, në atë shpatllën e kingjit, fugi pak e elë, dhimtë e asaj, vetëm edhe tash, ka njëse dhe ajo dhimë të mledhe dhe po mundon, ja Aishe, dhimë të atë më loja kam kryes dhe ushtri në gunin e Aishës, dhe Aisha e like dhe e lajke me uj ka krija Resulullahin, mirë po temperatura dhe nxehtësia nuk i ka leke shumë rrallë. Në ditën e fundit jasien e fundit, ditën e gjumat, ditën e gjuma, në lasi, Muhammed Mustafaja, shok e Babekri, radiallahu ta'ala anhu, i ka falen, si shtojnë riajetet, 8 namaze, ai imam të qenë gjallë Muhammed Mustafaja në smujën, dhe njare dilke i smujët Muhammed Mustafaja në mërdoj, më sila ajet mërzitën shok të rast, mirë po, në jasin e fundit, Jasin dhe sabajnë e fundit, në jasin e fundit, Muhammed Mustafaja, kur bani kamet, Bilali, s'përndalë valin dhe ngrejti perdën Muhammed Mustafaja, po i shikon dhe i shkoj buzën nga dhe keshi, pa Aisha, ja Resulallah, a mësi e ma mira, shkoj buzën nga dhe, a mësi e ma mira, pa ja Aisha, pa po, elhamdulillah, po keshi, po më shkon buzën nga dhe, shqyqir që pi shot trush, që shton kam qef, sa kam qenë gjallë, kam qef edhe masit vdes, qenë këtë trush zbashku, qenë bashku në këtë, elhamdulillah, për qatë më shkoj buza në gazë, edhe namazin e sabajt Muhammed Mustafaja, që
qatë ditë vetëm që vdiq Resulullahi, qatë ditë që i dul shpirti Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallamit, qatë ditë që i dul shpirti në namazin e sabahit, bani e thirë ezanin Bilali edhe bani kanat dhe shkoj të dera, Assalamu alaikum ja ahlel bejt, ja Rasul Allah, paqja dhe mëshira qoftë mbi ti dhe familjen tane, ja Rasul Allah, kameti u bo, apo del me na i fal sabahin. Ja Rasul Allah, baude ma u bon, 12 dit ke dal në gjami, baude ma fritëm, baude ma u levën ma, dil na i fal që këtë sabah, ja Rasul Allah, se na u gjithë zemra, fa Muhammed Mustafaja, ja Aisha, thuj Bilalit, le dale Eba Bekri, le qafale sabaj, Eba Bekri, Allahu Akbar, Muhammed Mustafaja ngrejti perdën e qeli, dhe i pase u livën, edhe e mor shkopin nga dalë të dalën në gjami, kërë ndëgjun se dojnë Muhammed Mustafaja, dashë me prish namazin, Eba Bekri dashë të prishë namazin, edhe shok qërë, të të tikim plët namaz, Muhammed Mustafaja, të i të dera rëmës ras, i bërtiti Eba Bekrit, edhe shokët ras, farrimin namaz mos e prisni, vazhdo të ja Eba Bekr, dhe shkoj disi pjo anësh pjo kolla, afor Eba Bekrit e fali namazin. Në anën e gjatë Eba Bekri imam, Muhammed Mustafaja gjemat, mas Eba Bekrit dha selam, dhe tha ja Rasul Allah, a imami jëtë me ubo, a dhe qështë to erda, a dhe kështo erë kjo koha, imami jëtë me ubo, tha ja Eba Bekr, ullë tha pushoni pas, u që Muhammed Mustafaja, o shok të mi, për shose vetëm pa aforohen ditët, qatë ditë para dreke kishte me vdek Muhammed Mustafaja, kishte me dalën për kësaj dunjaje, o shok të mi, si të ndalë shpirti, kur të të vdesune, mos harroni të jeni trysh, mos e harroni namazin, asë njëherë, deri sa i ka dalë shpirti, fa Aisha, radi Allah Teala anha, fa thojke Muhammed Mustafaja, as-salat, ja Aisha, mos e harroni namazin, oj familja jeme, namazja është potim, edhe në këtë dunja dhe në dunja, edhe në mimber ju fa shokëvet, në sabaj dhe fundit, namazin mos e harroni, njani tha, ja Rasul Allah, po si të vdesë është ti, qishtë dhe ta falë mi gjenazën, fa si të vdesëve, lërni ati ku janë, me që ta raket në të cilët dhe të vdes, me që këtë gjibe shë të vdes, me që këtë qëfin dhe ta kem, dhe në qëtë vend, mos u afronin e arjo, rrinin e arjas anësh, se ka me himi ma falë gjenazën Gjibrili, mas Gjibrilit Mikaili, mas Mikailit Israfilit, mas Israfilit me lakja e vdekjes ka me hi, edhe ajo ka me ma falë gjenazën, me shumë me lakje ka me ma falë gjenazën, edhe mas atinve le të hinë familjës teme, le të ma falin gjenazën, edhe tona grupe hini falë me gjenazën, e falën gjenazën e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallamit, si edhe javdoni me dhije, zatën Resulullahi alaihi salatu wa sallam, mirë po nuk po nalet vaj i shokve të Resulullahi, ka po ju kalzon Muhammed Mustafaja alaihi salatu wa sallam, dhe i tha ja Abdurrahman dhe ja Ali, ndihmoni shkoj të sopat e dhoma jema atje, tha se peshose jam pak ma mirë, kur ju tha Muhammed Mustafaja jam pak ma mirë, u rahatun disi shok të Resulullahi, ju tha pak ma mirë jam, se e panzatën edhe dhe dull, pe ndimon Abdurrahmani dhe Alia, pe më mirë po pe shofin se ka njës mu majtën pak, Resulullahi u gëzun, elhamdulillah ja Rasulallah që banë ma mirë, hajde mo dilë më në gjami se na ka marë malin e ndëgju zanin tanë, na ka marë malit të imam këtë dhësh Allahu Ekber ja Rasulallah, shkoj Rasulullah në sobën e vetë, pa kurahatun, edhe shkun si cilina për punë të veta, edhe Eba Bekri zdulnë, disi ka funi i Medinës, mirë po, qatere, zatëm atat mirë, pe nga ndërë se Allah, edhe musliman të mirë, ku të vene, ashtë i smut një gjatë ko, ku të vene me i dalë shpirti atë ditë, ashtë bëndë ma mirë. Edhe halallëk lip pi krejtve, ti ke kujtu se a i boni ma mirë, kur kalzojnë ndroj, po mirë ma mirë boni aj, ma mirë boni, po kjo një shenjë alamet të njerëzve të mirë, njerëzve që i do Zoti,
njerëzve që Zoti nasip ja u bën xhennetin, njerëzve që Allah i zgjer, Zoti i fut në xhennetin e vet. Arrova një ndorë vetëm ta tekin minber kur ka para se me hi Muhammed Mustafaja, po kallzon dhe e pan shokët e vet se ma një me ka një në anë thanë se dështë të të vdese Rasulullah masi pëna i lesa vasijete u qu njani tha ja Rasulallah se Muhammed Mustafaja tha a i kam dikuj borç, a i kam dikuj haq, a i kam ra dikuj mës i kam maru haq, kam arru me asli këjtë than ja Rasulallah u qu njani i cili emnin e tishte u kashe tha ja Rasulallah mun kje haq. Qëfar haki kam ja u kashe? Tha e ditha në luftën e Bedrit ja Rasulallah, unë isha në kam të ishe në deve, me atë kam gjikin të i ra devës, më ra dhe mu në shpin ja Rasulallah. Ja Muhammed edhe në dhimti, tha po ta qa po do ja u kashe? Tha ja Rasulallah, po du ta marë haki. Këtë shok nisën me kajtën e Babekri radiallahu ta'ala anhu i tha ja u kashe qone ku jam më shumë mu tha jo tha ti së mkera a i mkara tha Muhammed Mustafaja dhe Gjallis tha ja Ali shko mere kam gjikin të shpia thuj Fatima sa është dikon në rafinom let ajate kam gjikin edhe bere let ma marë hakin du piksaj dujaje dal kërkuj hak borç nuk i kam. Dhe Alia të shpije Muhammed Mustafa se soba ati afer tha Fatimja shaka tha kam gjikin për e lim Muhammed Mustafa tha pse tha i ka dhej Alia nisi me kajt tha edhe pi baba tha edhe pi pengamberit po dojnë haka edhe ati me mshuti kusha kuj me zemra janë banja i qindron zemra me i ra Muhammed Mustafa i tha u kashja unë dal Fatimja kur ardha Hazreti Alija tha ja Rasulallah tha ardhë koha me të ra tha s'pa tha ja u kashe i tha Alijes dhe ma kam gjikin tha më shumë tha ja u kashe tha ja Rasulallah tha unë tha kur mrave të i keshi desht shpinën e tata kur gjanë pata rresht ja Rasulallah u që e Babekri dhe Omeri tha në o kashe bina be neve më shumë sa të dush neve Rasulullah ju tha rrini tha rahat ju tha se si kini ra ju u që Alia rrëve Allah Teala anë u dhamri Muhammed Mustafa tha orë burë më shumë be mu tha mos i më shafa për nga merit tha Rasulullah dhe Ali tha rritha ja Ali edhe tej u që Hasani të dini po të dhe ata ishin atej si të rafsh me loti kishin se fjallë e fundit të Muhammed Mustafa po ingojnë u qune dhe ata i tha Muhammed Mustafaja rrini dhe ju tha Allah i gjennet në pjek me juve rrini edhe ju edhe heki këmishën Muhammed Mustafaja këtë gjamia po kajnë ja u kashe po shka u momore, shka gjithë more, mos jetë ranua, mos jetë halakata në o kashe, a i bjetë more Muhammed Mustafa, me mur kam gjikin dhe të afrot, tha heke ja Rasulullah, heke, edhe e shloj kam gjikin tokë dhe përqafoj, e ngriti u kashe këmishën e vetë, dhe përqafoj Muhammed Mustafa, këtë nisën me kajtën, i tha Muhammed Mustafa, tha ja u kashe, shka të qoj me bokso, ja Rasulullah, edhe une po marë erë, një me dhe të dirë shpitena, ja Rasulullah, ta qef trupi jem likura jemi me likrun ton dhe ta frot inshallah zjarë në gjenemi nuk më gjek për qatë jo kur gjatë qëtër nuk data me të mëshu ja Rasulallah fa Muhammed Mustafaja men arada an yanzura li rajulin min ashabil jannah falyanzur ila ukasha kush do ta kshire një gjallë një burë, i cili është burë i gjennetit, këshirën e që këtë burë në ukashën edhe shkoj të dhoma. Kur shkoj të dhoma, mas i dull dile men pa afrot, kohë e drekës. Fatimja, radi Allahu Teala, në vajza Rasulullah, tha, dola të derat, po i mëshon dikush derat, Allah i me laqës vdekës, i ka thanën, oj me laqës vdekës, shko të Muhammed Mustafaja, dhe dhuj, Allah im ka qute ti tha i rash dhe i ka ra derën a e Fatimja tha e qela derën kur peshon një njerë
kur peshon një njeri se një kur se kam pa bujrëm shakije, fa assalamu alaikum ja ahlel bejt, paqja dhe mëshira, o shpia, o familja e Resulullahi. A ka izme hi mrena, se Allah i ka thonen, si t'len me hi hin, si mos len me hi, mos hin, këthet opa. A ka mrena leje me hi, tha Fatimja, orë te i, o Arab, orë burë, baba është i smuth, sënat e pranu, kërka sa të mujtën, nuk është mirë. Tha e mshela derën, prat derës po i mshonë. Assalamu alaikum, ja ahle bejti Rasulillah, paqja dhe mëshira, o familja e Rasulullah, a ka leje me hi? Tha e qela derën a traftia, a pëngon more, pse mos pëngon, po baba more sa të mujtën i smuta, nuk po këthen. Tha e mshela derën, prap të strejtë, tha assalamu alaikum, ja ahle bejti Rasulillah, paqja dhe mëshira, o familja e Rasulullah, pasë e Fatimja pasë me shku me qelë derën, baba pimrena Rasulullah të vetë, oj Fatime, kush është e dera? Kush është e dera? Po i thëmë, o bab, ja Rasulullah, ka ardhe një njeri një Arab, po i bet derës do me hi të tëj, unë e pithom të i smota, i vetëm do me hi. O bab, kur e thash, i thash njerë pare njerë, jo, baba i smut, e mshela derën, dita njëre, kur i thash jo, mishlej si të bab, trupi nuk ka tërqetën. Ngjyra e trupit mundru, o bab, m'ka hi një tu, zemra ato më re shumë shpejt, se ditë qës mërvesh ki njerë, që kanë është të djerë, i thonë baba i smut, a i nuk ngonë, tha, oj bi, ullum nga, ullu të unë, ti a kujtove si në me Arab kja, ti a kujtove si në me njeri t'jesht kja, oj bi, a i dikush është a i shakarë të dera, Allah i e ka qu, a i është a i cili i lef mit jetima, pa bab, pa nan, a i cili është qka ti dhe flaje pa ta, a i cili është që dhe ta leje Hasanin dhe Husejnin pa të gjish, pa Rasulullah këtë ummet dhe ta leje, o i bi, a i është a i cili i thanë shpijet, i thanë sobat, shtratët i thanë, prej atin dhe të mundve shka janë, që qa janë? Orë baba, me lake e vdekesa, tha baja Fatime, shko që ljaderën le t'hije, hini me lake e vdekes të Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala alihi wa sallami, dhe i dha selam, tha ja Resul Allah, Allah i emër në ka bo, Zotin ka bo emër, tha me arë të ti, tha Muhammed Mustafaja, oj me lake, a ki ardhen me mbon ziaret, me më vizitur, a ki ardhë shpirtin me më marë. Tha, o Resul Allah, oj dashmi Allah, Zotin ka qute ti, edhe më ka thonën njënën pitudijeve zgeve, cëllën të dush të paqadhanë, që dush me vdekën, me shku të Allah, pa ta marë shpirtin, që dush me jetu, sa që jetë kjo dunja, te i kje me jetu, kër kujt që ka thanën shton, as kujt që ka thanën kjo ofet, jashta se ti, ja Resul Allah, zgeve njënën, tha Muhammed Mustafaja, tha Aisha, nisi ka ngriti gritin, Muhammed Mustafaja se përpjet dhe duke thanën, bel ila rafikil hala, te Allah i du me shku, bel mo lova, jam lovën mo, te Zoti, du të ratona, du të shkoj të Allah në gjennetin e Allah i të dhul gjelal. Tha Muhammed Mustafaja, i tha me laqës vdekjes, tha ku është Gjibrili s'pe e shof, se 23 vjet me Gjibrilin të jashtë zbri shpallën, ku është Gjibrili? Tha Gjibrili në qilën e dunjas, ashtu kajtan, këtë me laqët e ju kanë afru dhe i dhojnë, Allah i në gjennet pjek me Resulullahin se po vdes. Tha pëse s'ka ardhen? Tha suna të qindru me artet e ja Resulullah, kur mas një momenti shumë shkurt, erë Gjibrili, tha assalamu alejke ja Resulullah, paqja dhe mëshira qoftë mbi ti, o Muhammed, o i dashmi Allahit, o Resulullah, tha Muhammed Mustafaja, Aisha dhe Fatimja, tha i than, o i tha, ja Gjibril, a e shefat edhe mu me fundi, nuk kam betën për nga mërë këtë dunja gjallë, nuk kam metën padishan këtë dunja, për mitov kërkush s'ka metën, për mas i kanë vdekë edhe këtë për nga mërë, unë e ti, Allah, shka pritmi,
Shka na merë menja, do t'jetojme, më fjallë ka jetu 63 vjetë. Tha, o Gjibril, merë tha edhe mu fundi. Po, tha, ja Resul Allah. Po, tha, edhe ti të fundi, Allah i me gjennet. Tha, o Gjibril, tha Muhammed Mustafaja, ja Gjibril, ja po mish dhe dishka. Tha, ja Resul Allah, dyrët e gjejve u kanë qelen, me laqe që në të e prit shpirtin tanë, ja Resul Allah. Tha, o Gjibril, ja po mizë, tha, ja Resul Allah, qëfar mizë të do, ja Gjibril, kalzon, ja po mizë për ummetin tëmë, tha, ja Resul Allah, Allah i ka thanë, edhe të të bënë selam, mos u mërzit, ja Resul Allah, se tu i dalën shpirti, thaj ke ummeti, ahbabi, të dashmit e mi, i thanë ata afër, ja Resul Allah, na jemi shokët të as jemi na, jo, antum ashabi, ju jeni shokëtimi, ju jeni familja jemi, ata shka së kanë pa mu, janë dashmit e mi, ahbabi. Ja Resul Allah, Allah i po tjetë myze, e ka ba haram me hinë gjennet, këtë popojve, pa hitej me ummetin tanë. Haram ja u ka dhonë këtë popojve, para se me hitej të se e të kjem në shkil, me ummetin tanë, ja Resul Allah. Elhamdulillah, ja Gjibril. Fa Muhammed Mustafaja u pek me gratë e veta me Aishën, edhe Hasanin edhe Husejnin e afroj afër guvet vetë, Haem Hasanin edhe Husejnin nguj vë dhe ju thatin vëzive, në gjennet u pjeksha me ju edhe i lëtun si të Hasanit, të nipi vetë dhe të Husejni dhe Fatimja bia dhe të afru, ja Resul Allah, o bab, a do të bëhet ma haram ma, s'kam kujtë të thonë bab ma. Resulullah i tha, oj Fatime, unë ma përshkoj, erë më fundi jam, oj bia jeme. Edhe ngriti kokën të kajtën Fatimja, Muhammed Mustafaja, kër e pas e kanë, së mbajti ma, së më qindroj, tha, oj bia jeme, oj bi, afro edhe në erë të une, u afro kër e ngriti kokën, i shkoj buzan nga e kanë vetë ma voni, kanë thonë, oj Fatime, kur këtë zdek baba, Aisha e veti, tha kur këtë zdek Resulullah i babajat, tha njare kajte kur i rave në gjëpë dhe e mare i ngriku për shëndete dhe mërët halallëk me zveti. Zemra këtë të këput të kajtën, të zdishe që shmonal, kur e shkove për zditi e mare ngrik, kur e ngrit e kokën, disi, me lëtë mësia më buzan nga tha po, tha ja Aisha, në fillim më tha oj bi, ardhë më fundi jam, po dalë mon nuk kije me thirë babë, ma dhe në pamë ku duhesh mos kije ku, s'ka të baba, nuk ka, Allah inshallah, ti edhe gjithë më netit i ndimon, tha kajta, për zditi tha, kër e papa se u mërzita shumë dare, se baba, zatën baba ma shumë edhe vajzët i do, baba ma shumë i do vajzët se, erun 20 vjetë, mas 20 vjetëve që të ndër të huj, edhe merë një të hujën në shpej. Re, po du me thonë, e merë një re, vajzët që i runë, zotë e kalon që ashtë, 20 vjetë i runë, tonën e qëtë për shpije, e merë që tërkuj, që e ka rujta 20 vjetë, e merë të ati, ke qëtëri e merë atë tonën, edhe kajti Muhammed Mustafaja dhe i tha për zditi shka tha ja Fatime, tha oj Aisha, për zditi më tha Resulullah i baba, oj bi, mos kaj, mos u mërzit, se para shakje me ardhë, mas munët duja ke me vdik, te i kje më kona. Zatën mas 6 mujve vdik Aisha, mas i vdik Resulullah, 6 muj mas vdekjes Muhammed Mustafas, vdik edhe Aisha, Fatimja radiallahu ta'ala anha. Mirë pa, mërë halaluk Muhammed Mustafaja dhe Resulullah i dha me kisht shenj, me laqës vdekjes, këta për e kuptojnë se mërma më balë më shpirtin, ta edhe për i thot Gjibrilit, o Gjibril, Gjibrili e ka këthi kryen, nuk e ka shigju Muhammed Mustafa, disa rivajet e thoi, nuk e ka kshi Resulullah, ta Resulullah, ja Gjibril, a s'po do me mpa mua, pse e ke këthi kokën, o Gjibril, tha ja Resulullah, s'po muj me të këshirën të edhonë shpirë. Tha Resulullah, të i dalë shpirti. Aisha tha unë njësë këtë dalë. Shenj prej shenjave të njësëve të minë, zatëm kur dalë për kësaj të njële, të balli do pikat njësëve. Mirë po Muhammed Mustafas, Aisha dhe ke në çdo moment ja fshisha se
balli ujë ju bake. Edhe thojke, o Gjibril, o Ajshe, inne lil mauti sekarat, o vdekja e pas ka dhim të në vetë, edhe Resulullah dhim t'i ka një. Vdekja e pas ka dhim të në vetë dhe dull për kësaj dunjaje. Dull për kësaj dunjaje Muhammed Mustafaja, filloj vaji, filloj e kajtnja e familjes Muhammed Mustafat, murën vesh ata jashtë nga renën. I kalzun e Bubekrit radiallahu ta'ala anhu, i than, ja Eba Bekr, Resulullah i ka vdekën, dull për kësaj dunjaje, prej qoshit Medinës këtë të ngaren, Eba Bekri radiallahu ta'ala anhu, kur himi në shpek në dhomën e Muhammed Mustafat, e mlun me atë gjibën e vetë, e mlun Resulullah, kur himi i patu kajtën edhe Aishën edhe Fatimën, edhe këtë kjerë ati afer, tha, a diqa? Tha ja Eba Bekr, diq baba Fatimja, u afru Resulullah e shploj, shka me pa, rivajetët thojnë, Eba Bekri nisi një za e fugi, tha, tip të hajjen o me jita, ja Resulullah, e puthin bal, tha era miska ardhën sa ke qenë gjallë, po sa era e mirë për të dhejka mas i ke vdekën, ja Resulullah, në lave, shkove ja Resulullah, oj dashmi Allahit dhul gjelal, në lave dhe shkove, o Muhammed, alayhi salatu wa salam, ti në vend babës dhe në vend nanës kemi patën, ja Resulullah, me më pasonën, këtë vlatë që kishma dhonën, ti nuk kisha dhonën, pa Allah i pas ka desh në mështon, edhe dull, Hazreti Omeri ka dale, ka marrë shpatën, Hazreti Omeri a jazgani, a i burri, a i komandanti e ka marrë shpatën, njerëzit po kajnë në rrugë, thojnë, a dit një megëll e zezë mbi Medinën kara. Ka thonë në Omeri radi Allahu Teala anhu, kuj e ndi, kuj e ndëgjoj zanin se thot, ka vdekë Resulullah, kryen ka me apri, si presës ka vdekën aj. Njani tha, ja Rab, si tjetë e sagullam që ka vdekë Resulullah, merë mi këta si zdumo me pa njerë gjallë mas Resulullah, edhe pe ati momentit qarë ka metën, ta njetën ka jetu qarë, pe i saj asaj doaje. Njani tha ja, o Allah i njëti dur, si të këtë vdekë Resulullah, me edhe mu shpirtin, zdumo me jetu mas ati, në këtë moment të ra, edhe vdi që raj, kër i thanë Ebu Bekrit, ja Eba Bekr, Omeri, radi Allahu Teala, nuk son ka të thanën, më disë gjamiës është shumë e shpatë, u që Eba Bekri tha ja Omer, edhe foli, men kane ja'budu Allahe, fe inna Allahe hajjun la jemut, ومن كان يعرف محمد فإن محمدا فقد مات. Kush e ka bëj ibadet Allahin, Allah është gjallë dhe nuk vdes, e asë nuk vdes edhe kur është gjithmonë është i gjallë. Ai që ne ka njohur Muhammedin, ai ka vdekën mo, vdish mo pisaj dunja e u largu pej neve. Tha ja Omer, o Omer, a ti po ndëgjoj se po thot se s'ka vdekën a? Tha pa tha ja Eba Bekr. Tha Omer, tha Eba Bekri, tha ja Omer, e nësite kaulullahi Teala, inneke mejitun dhe innehum mejitun. A harrove tha jetin e Allahit, ku i tha Allah Muhammed Mustafas, të i vdet edhe këtë jeni të vdekni, këtë kini me vdekni dit. A harrove këta, Hazreti Omeri tha, sikur s'pari herë me pas një ata jetë, sikur s'pari herë qashton ka ardhën, sikur që kur se kam njën, edhe vdish Muhammed Mustafaja, ja falën gjenazën që ashtu sikur që e la vasjet, grupe të shku të falë, pa iman, këtë një safe dhe Allah e vërullesin, asë kush me dal imam, kush me afalim, cëllim me afali imamit për nga ndarve gjenazën, safu banshin dhe e falshin, dilshin ata vishin qërë, merën deri sa e falën gjenazën, e bënë vorrin, ati ku kam dekën, që ati ku alkon një shtrit, që ati vorrin Muhammed Mustafa, ja bënë e shlun në varë dhe e mlun, kur e mlun erë Fatimja të kajt, mas e mlun të derdhën gjematit, të dalën, të shku, erë bia Resulullah, tha e mlut babëna, po si mores ju erë gjuna me i fugë dhe, po si mores ju erë gjuna ka citë e dhevit me a fugë të tirës.
Mërzijeve i majnë këta. Fatimja, radiallahu ta'ala anha, e mlunë Muhammed Mustafa. Këto, fillim thash, që ati ku ta nisi, që ati të ta mbaroj. Këto njëjtën natë, që ditë që e vorokën Muhammed Mustafa, mas darke Muadhi ibn Gjebeli Njemen atje. Njemen atje, në ndër, njëmi për i thot Muadhit. Muadhi e ka transmitu dhe e ka përcjell këtë fjalë, edhe këtë ëndër, edhe e ka përcjell realitetin. Në ëndër dikush ka thënë, o Muadh, te në Yemen e Resulullah i ka hinë tokë, sot dreke kanë përcjell, ne kanë shtinë tokë. O Muadh, qëmër e të i pofle, Resulullah i ka hinë varë. Tha mdull gjumi, thash Mosadri vezvese, rash fleta, rash përziti, pat, o Muadh, te i pofle, Resulullah i në tokë sot ka hi. Tha u qova, e mora Kur'anin, Allah. Tha njënën do mërzia, e kam qelë, e qela, të lezoj, kur e qeli, si të më shkun të ajeti, inneke me jitun, va innehum me jitun. Tha njënën do mërzia, edhe me njerë u qova, edhe more i mledha plashka të vëjnë për Medine, kur kam hinë Medine thete, kur po më shofin mo, këtë nisën me kajtën, për i thonë, ka Resulullah, njoni e ka ullë kryen, hesë në tonë ja madhë, hesë ka gjamia. Për edhe njoni, ka uzoni me burra, ka Resulullah, njoni tha ka dek, ja madhë, ka dalë për kësaj dunjaje, tha nisa me kajtë, shkova e bona zjarat e vorrin e Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala alihi wa sallamin, shkova të shpija e Aishës, edhe ju thash Allah i në gjennet që pek, mas Aishës, shkova të Fatimja, të bije Muhammed Mustafa, dhe e mora Fatimën, e me Fatimja dhe ata nipët e vetë, edhe ardhën të vorri, Fatimja mere dhe fuk dhe, pite vorri, mere dhe fuk dhe më tha, o Muadh, baba selam të ka qu, tu kon gjallë në kazanën oj bi, ku të vene Muadhi një selam kja banjsh, kja qosh, tha qfar selamin ka qu përkan Muadhi, tha baba të ka qu selam shumë, të ka dhanën o Muadh, shumë du në ti, të kanë dashtën sa janë konë gjallë dhe mas du, o Muadh, ditën e kiametit, ki e mu kanën tërsh me gjithë ulemat dhe djetarë të umetit, Muhammedit alihi salatu zani, nisi me kajtë dhe Muadhi, dhe kështon Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala alaihi wa sallami, dil për kësaj dunjaje, shka në ngell neve, shka në met neve, në ndes një evlat, në ndes një gjallë, në ndes një vajt, jo me u halakatën për men, më horë burë, këtë për kësaj dunjaje, këtë kemi medalën, ma si ka dalë Resulullah, edhe unë edhe ti edhe gjithë na, po inshallah Zoti me iman, ja Rabbel Alamin. Allah i nasib në i ban, me iman për kësaj dunjaje medalën, o Allah i madhë, ja Rabbel Alamin. Bëna i nasib që masi që kemi pa Muhammed Mustafa, që kemi ndi erën, azanin që kemi ndi dashmit Allah i dërgjaj, ja Rabbel Alamin. Bëna i nasib me jetu me sunnetin e Muhammed Mustafa, dhe bëna i nasib në dunjan me në bashku, ja Rabbel Alamin. Velhamdulillahi Rabbil Alamin, el-Fatiha.